Zveton Breznica, ju jeni ndër të paktët aviator në vendin tonë, ndërkohë që në kohë të fundit keni bërë një vizitë shumë të rëndësishme në Beograd. Ju jeni përzgjedhur si ambasador për pajtim nga Kosova në një program nga Youth Education Community, të sponsoruar nga ambasada britaneze në Beograd. Cili ishte qëllimi i vizitës suaj atje? Kjo ishte një vizitë mjaft e papritur për mua. Tani si 25 vjeçar, mund të them lirisht se asnjëherë nuk i kisha prit që kur t'i bëja 25 vjeç do të shkoja në Beograd për një vizitë. Beogradi dhe Serbia si shtet ishin diçka që në mënyrën se si unë jam rritur dhe në vendin që jam rritur në Prishtinë, në Kosovë, ishte diçka shumë e lartë. Kështu që ky udhëtim erdhi shumë papritur. Ishte një mundësi që u ofrua nga organizata e trive për zhvillim në Beograd, në Serbi, e cila ishte sponsoruar nga ambasada britaneze në Serbi. Kishte edhe pilot aviator nga vende të ndryshme të rajonit, por që kishte edhe shqiptar të tjerë sigurisht. Më të shumtën ishim një grup të rinjsh nga i gjithë rajoni, nga Maqedonia, nga Kosova, nga Bosnia, si dhe nga Serbia, ku edhe ishin organizatorët serb në Beograd. Ky ishte një udhëtim në të cilin u përfshin shumë tema, të cilat ne i diskutuam gjatë udhëtimit atje. Ndërto ishin natyrisht marrëdhëniet ndërfqinjësore të Serbisë me Kosovën, sidomos, por edhe me shtetet e tjera, integrimi i përbashkët evropianit të gjitha vendeve të rajonit, dhe ishte mjaft interesant të shohim dhe të kuptojmë ato mendimet e të gjithë të rinjve nga i të rajoni, sepse natyrisht që shumë nga ne kishim mendime të ndryshme. Kishit bot kuptime të ndryshme në raport me realitetin që ishte në Kosovë, që është në Serbi apo edhe në vende të tjera të rajonit. Në fakt një bot kuptim krejtësisht tjetër. Atëherë një i ri nga Kosova, ose një i re, ose një i ri nga Maqedonia ose Serbia, kur bëhet fjalë për historinë, atëherë ata mësojnë një histori të tyre, ndërsa ne mësojmë historinë tonë, dhe këto dy histori në fakt janë në konflikt me njëra tjetrën. Të ndryshme. Kishim ndër të tjera edhe ligjërata nga profesor eminent gjatë vizitës, sa i përket historisë. Ishte një temë mjaft e rëndësishme, unë mendoj. Mirë po, derisa ne duhet dim historinë, mendoj që është shumë e rëndësishme që historia të dihet, por të mos mendojmë shumë apo të mos fokusohemi, të mos përqendrohemi në historinë, por në të tashmen dhe në të ardhmen. Si u pritën Niko Qirët në Beograd, juve si shqiptar? Nuk ishit i vetmi. Jo, ishim në tërësi 5 të rinj nga Kosova, 2 nga Gjilani, 1 nga Mitrovica dhe 2 nga Prishtina. Ishte një befasi mjaft e mirë, pritje aq të ngrohtë nga organizatorët, si dhe nga ambasada britaneze në Beograd, deri në detajin më të vogël. Kishim edhe vizita, si dhe debate e takime me pjesëtar të shoqërisë civile gjatë qëndrimit atje, si dhe edhe me politikan aktual të qeverisë serbe. Një ndër ta ishte ministri i integrimit evropian i Serbisë, por edhe një takim tjetër që e patëm në kuvendin e Serbisë me Zavens, kryetarin e kuvendit të Serbisë. A e dinin ata që ju jeni nga Kosova, ju keni përfaqësuar shtetin e Kosovës, dhe cili ishte qëndrimi i tyre në bisedën që keni zhvilluar me ta? Po, në fakt ishte një moment mjaft interesant për mua, si dhe për të tjerët, mund të them, sigurisht, ne gjithë nga Kosova hym në ndërtesën e qeverisë serbe, si dhe në kuvendin e Serbisë në Beograd me ato dokumente që kishim të lëshuara nga Kosova. Por ishin dokumente që në fakt u njohën nga ato institucione. A kishte një moment më të veçantë në diskutime që ke pas me këto personalitete? Në fakt ishin disa momente, por dëshiroj që ti theksoj ndoshta 2 më të rëndësishmet. Njëra me takimin me ministrin e integrimit evropian serb, ku ministri bëri një prezantim dhe mandej ishte i hapur për disa pyetje nga trinj, nga ne. Kështu që ne i bëm një pyetje atij në lidhje me qëllimet e Serbisë në raport me Kosovën, si dhe përderisa Serbia është interesuar të bashkohet
Unionit Evropian, Bashkimit Evropian, një ndër kriteret natyrisht është që duhet të ketë marrëdhënie të shkëlqyeshme me të gjithë fqinjet, duke përfshirë edhe shtetin e Kosovës. Dhe çfarë mendon ai për këtë? Gjatë asaj përgjigje, ministri tha, ne jemi të interesuar që të kemi raporte të mira me të gjitha shtetet, duke përfshirë edhe Kosovën, dhe në këtë moment u përgjigj pyetja ime, sepse tha që duhet ketë marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet, duke përfshirë edhe Kosovën. Është kuptuar që Kosova është shtet. Ndërsa momenti tjetër mjaft interesant ishte në takimin me zëvendëskretarin e Parlamentit serb. I kishim një takim, mund të them, mjaft të mirë, mjaft të gjatë. Unë isha shumë i befasuar të dëgjoj, shpesh herë ishin ndoshta edhe mendime personale, jo të zyrtarit të kuvendit serb apo Parlamentit serb. Mirë po, në një moment kur i bëra pyetjen zotriut se çfarë mendon ai në rast se pas 10 viteve Kosova dhe Serbia do të bashkoheshin Bashkimit Evropian si dy shtete në të njëjtën kohë. Përgjigjja e tij, edhe pse në fillim me një hezitim, u mendua mirë dhe në fakt me fjalën e parë ma përgjigji pyetjen kur tha inshallah miku im. Unë e vrejta një tendencë të bot kuptimit të tyre që si individ apo si persona të thjesht e kuptojnë realitetin, ndoshta është politika e cila ajo nuk i lejon që ta shprehin këtë, mirë po kur bëhet fjalë për qëndrimin real dhe atë personal, mendoj se gjithë tashmë e dinë që Kosova është një shtet i pavarur, tashmë e njohur nga 105 shtete dhe të cilat po ngriten. Në orët të mbrëmjes sigurisht që keni pas kohë edhe për dalur kafeterive, restoraneve të qytetit Beogradit. Si ishin raportet e qytetarëve kur e dini që ju jeni shqiptar dhe thjesht keni dalë për të bërë xhiro në Beograd? Gjatë qëndrimit tonë ishim në disa raste në përdarka në restorante të ndryshme në Beograd, ishim në kinema dhe në vende të ndryshme në kalane qytetit e tjera. Mund të them se nuk jam ndjer si huaj apo nuk jam ndjer keq në asnjë moment, për arsye se nuk ka pas asnjë ndryshim ose ndonjë ngacmim nga rrethi, ngacmim apo ndonjë provokim apo paragjykim, absolutisht ato nuk kanë ekzistuar, ndërsa karakteristike ishte edhe një natë kur ishim në një restorant, kishte edhe muzikë live me instrumente ku me bande të ndryshme sigurisht. Po, ku bendi u afrohej nga tavëlina në tavëlinë duke kënduar dhe performuar këngë të ndryshme sipas kërkesave. Dhe në një moment erdhën tek tavëlina jonë, po në një moment kënduan për juve ata. Po ata këndonin këngë maqedone, këngë serbe, këngë të duke ju përshtatur mysafirëve që ishit ju aty. Natyrisht. Mirë po, në një moment unë e shiqova edhe pse ishte një muzikë e mirë, bisedova me organizatorin ton serb dhe i thash që kjo është shumë mirë po, do të ishte edhe më mirë sikur të kishim ndoshta një këngë ose një melodi shqipe. Dhe çfarë ndodhi, pas pak minutave ata biseduan me ata, edhe pse nuk e dinin gjuhën tonë. Isha mjaft i emocionuar kur filluan të këndonin shote mori shote. I kënduan këto gjatë të melodisë dhe në fund thanë kjo muzikë shkon për miqët tanë shqiptar në këtë restoran. Veton ndërkohë jeni interesuar të themeloni një lloj shkolle të aviacionit në Kosovë. Kam dëgjuar pak. Po, kjo është e vërtet. Unë kam pas fatin që pas përfundimit të shkollës teknike në Prishtinë dhe aviacionit civil, kam vazhduar në vendet ndryshme, në Turqi, mandej në Angli ku e kam kryer pjesën më të madhe të shkollimit dhe vazhdoj të shkollohem në Angli me kadetët ajror të forcës ajrore mbretërore. Arsyeja pse ata do të investonin në një të ri kosovar është e thjeshtë dhe e drejt për drejt, mënyrë që të themelohet një shkollë e aviacionit civil në Kosovë për të investuar në rinin e Kosovës dhe të prodhoj gjeneratën e ardhshme të aviatorëve profesionistë, të cilët do të mbajnë apo zhvillojnë industrinë e aviacionit civil të Kosovës. Ndërkohë veton është vështirë për të pilotuar. Unë për veten time kam shumë fobi nga lartësia. Ne gjithë kemi ato fobit tona, dikush frikohet nga diçka apo ka fobi nga diçka, dikush diçka tjetër. Mirë po, unë besoj që fluturimi ose transporti ajror është më i sigurti në botë.
larg më i sigurt se të tjerat. Kjo është edhe me statistika botërore. Edhe pse ke fobi, do t'jetë një sfidë që ta heqësh atë, por unë të ftoj që mundësinë e parë tashme ta bëjmë një fluturim bashk me një aeroplan, vetëm ne të dy, me një aeroplan apo fluturake pa motor, atëherë nuk pa ka motor. Patjetër nuk ka çfarë dështoj aty. Jo. Është shumë fluturim i pazakont, është shumë i qetë dhe besoj që pas këtij fluturimi atëherë kjo fobia do të largohej. Beton Breznica, faleminderit shumë për intervistën, faleminderit shumë për ardhin tuaj. Faleminderit shumë për ftesën. Suksese.